Kombëtara e Shqipërisë në basketboll për meshkuj përgatitet për sfidën zyrtare ndaj Slovakisë. Sot zhvillohet një miqësore ndaj ekipit të Decisit dhe e fitoi duke pasur në pankinë trajnerin e ri nga Spanja që debuton në këto ndeshje zyrtare me Slovakinë. Another player who play in Spain, so we are preparing the game for the Duhet ta përkthejmë që. Mund ta bëjmë stop. Sot ishte një ndeshje miqësore me Malinezi. Me Slovakinë duhet të përgatitemi akoma më mirë, pasi janë një ekip shumë i mirë. Kemi shumë për të përgatitur akoma dhe më tepër. Duhet të bëjmë shumë në mbrojtje dhe në sulm. Ka pak ditë që keni marrë drejtimin e kombëtarëve të Shqipërisë. Si e pritet suksesin nga Federata Shqiptare e Basketbollit? I feel really happy and really proud of this opportunity, and I want to say thank you for the Federation for the trust shown on me. But we are going to work like a team with the rest of the coaches. They did a great job before me, so I'm just trying to help them, help the players, try to do new things, but the players are working really well with a very good attitude, and we are very happy with that. Jam shumë i lumtur për këtë gjë. E mirë prita shumë këtë ftesë nga Federata Shqiptare e Basketbollit. Si duket gjendja e skuadrës? Jeni gati për Slovakinë që luhet me datë 2 mars në këtë pallat sporti të Shkodrës? I think we have a good team, a promising team, many players with experience, many youth guys, with an amazing future ahead. Tula, for example, he's 22 years old, he's amazing. So hopefully have time not just for this game, to develop a serious program for the future, to have more time, because in just 3-4 days you cannot make miracles. I mean, we can switch some things, but I think Albania has a good present, a great future ahead, and we will compete as much as we can during the game. Kemi shumë lojtarë të mirë, sidomos Tulën që është 22 vjeç. Mendoj se ardhmja ka diçka premtuese. Nuk mund të bëjmë diçka, domethënë që të ndryshojmë shumë skuadrën në 3 ditë, por për një të ardhme mendoj se kemi diçka konkrete. Vllaznia vendase e këtij qyteti përfasohet në ekipin kombëtar me Klajdi Kirin, një shtatar që vjen nga Amerika, por është shkodran. Cila është përshtypja juaj për numrin 7, Kiri? One of my pleasures, because I just came here one time before, 2 weeks before, to know about the president, the federation, to have meetings with FC and the president. And I came here to watch the game with Tirana when you won the game. He likes me so much, and at the moment I saw him play in the game, I just wanted to have him in the national team. He's a really strong guy. He understands his role really well, and today he played amazing. He's just 24 years old, so he has a really promising ahead, and he's a smart guy, and I'm super happy with him. Isha këtu 2 javë më parë kur në ndeshjen Vllaznia Tirana, e pash Kirin, më pëlqeu shumë si djalë, ka shumë fuqi dhe talent. Mendoj se e ardhmja atje është shumë e mirë. Dhe së fundi, me datë 2 mars, luhet sfida zyrtare Shqipëri-Slovakia në këtë pallat sporti. Keni një opinion se i parashikim? It's going to be a tough game, because Slovakia now is much better team as the last game we played with them. Now they have 2 top players, one American who plays in Spain, Davide Julius, scoring 16-point games in ACB, he's a superstar, and one big guy, Bochiski, who plays also in Spain. So it's going to be a tough game, but they trust a lot the guys, and I know here it's not easy to win for the opponents. If we have the gym full of people, and we feel the support of the people here, we will compete for sure. Atëherë Slovakia ka shumë djemë të mirë, 2 që luajnë janë njëri është Amerikan, që luan edhe në kampionatin spanjoll. Janë lojtarë shumë të mirë, është e vështirë, do bëjmë më të mirën. Faleminderit, suksese në kryeën e kombëtarëve të Shqipërisë. I understand success is like English, so thank you very much. I'm super happy to be here. I'm very happy to play here, because when I came to watch the game, the atmosphere in the team was amazing. So hopefully can have a great success for Albanian basketball. Jam shumë i lumtur për këtë ndeshje.